ne si familjar, shpesh herë në zyrat e shtetit tonë, nuk kemi has ndjeshmërinë dhe sinqeritetin e trajtimit nga pushtetarët të cilës do kohë qofshin ata. Por duhet ta dim dhe besoj e dim gjithë që Kosova nuk është pronë e askujt, të unifikohet spektri politik dhe të arrijnë që Kosovën ta shtyjnë përpara emanet që e kanë nga martirët, nga familjarët, nga dëshmorët e këtij vendi. Të rënët tanë, familjarët tanë, të cilët me 2 maj 99, si shumë civil tjerë në Kosovë, dhanë gjithçka çfarë kishin, dhanë jetën për këtë vend, për ta liruar këtë vend dhe sot ne të mblidhemi jo vetëm këtu ku jemi, por të kemi mundësi të mblidhemi edhe për çështje tjera, edhe për raste tjera dhe jo vetëm për raste dhe kujtime të tilla. Ata dhanë jetën për atë dheun, nuk u flijua asnjë nga ata për famë, u flijuan që Kosova të jetë e dinjitetshme, që të ndërtohet me sinqeritet dhe që e ardhmja t'ju takoj atyre që meritojnë, fëmijëve tanë. Familjet që kemi humbur më të dashurit janë forca morale e këtij vendi dhe zëri i tyre duhet të dëgjohet gjithmonë dhe duhet të jetoj si kujtesa jone e përbashkët e të gjithë kombit. Kërkojmë në emër të familjarëve që amaneti i tyre të mos harrohet në përzyret e shtetit, ku shpesh herë apo ndonjëherë interesi personal po kalon mbi interesin e popullit. Ne si familjar, shpesh herë në zyrat e shtetit tonë nuk kemi has ndjeshmërinë dhe sinqeritetin e trajtimit nga pushtetarët të cilës do kohë qofshin ata. Fatkeqësisht, sot që po shënojmë 2 majin pas 26 vitesh, kemi një përçarje të thellë në mes spektrit politik dhe ajo çfarë ne kërkojmë si familjar, kërkojmë që ashtu siç ishin të unifikuar këtu të gjithë martirët, dëshmorët në vijat e frontit, të unifikohet spektri politik dhe të arrijnë që Kosovën ta shtyjnë përpara emanet që e kanë nga martirët, nga familjarët, nga dëshmorët e këtij vendi. Emrat e tyre nuk duhet të përmenden vetëm në fjalime dhe në kujtime si kjo, por duhet të jenë pjesë e përditshmërisë së secilit zyrtar që ka mbi supe barrën e shtetit. Absolutisht nuk jemi këtu për të gjykuar askënd për veprimet e veta, por duhet ta dim dhe besoj e dim gjithë që Kosova nuk është pronë e askujt, por është emanet i dëshmorëve dhe martirëve të vendit.